Horoskopi ditor, 1 maj. Një fillim që mund të trondit gjithçka që mendove se ishte e sigurt. 1 maj nuk vjen i qetë, vjen për të lëkundur atë që dukej e sigurt. Ka një energji që nuk të lejon të qëndrosh në të njëjtin vend, një shtys që të detyron të përballesh me diçka që e ke shtyrë prej kohësh. Disa shenja do ndjejnë një ndryshim të menjëhershëm, ndërsa të tjerat do përballen me një situatë që nuk mund ta kontrollojnë më si më parë. Nuk është një ditë për të qëndruar në komfort, është një ditë për të reaguar. Ajo që ndodh sot mund të hap një kapitull krejt të ri. Dashi. Një situatë që ke menduar se e kontrollon plotësisht mund të dalë jashtë pritshmërive dhe të vendosë përballë një reagimi të menjëhershëm. Një moment i papritur mund të të detyrojë të ndryshosh drejtim dhe të marrësh një vendim që nuk e kishe planifikuar. Në punë, një zhvillim i shpejt mund të japë një mundësi të fortë nëse reagimi yt është i saktë. Në marrëdhënie, një reagim spontan mund të zbulojë një të vërtetë që nuk e kishe parë. Mos u mbështet tek ajo që ka funksionuar deri tani. Është një ditë për të vepruar me instinkt dhe guxim. Nëse arrin të mos bllokohesh nga pasiguria, mund të përfitosh nga një situatë që për të tjerët do të ishte kaotike. Demi. Një ndjesi që diçka nuk është si zakonisht mund të shoqërojë që në fillim të ditës, dhe kjo nuk është rastësi. Një ndryshim i vogël në një situatë të njohur mund të tregojë se është koha për të rishikuar atë që ke konsideruar të sigurt. Në punë, një lëvizje e kujdesshme mund të shpëtojë nga një vendim i nxituar. Në marrëdhënie, një reagim i thjeshtë mund të zbulojë më shumë se sa mendon. Mos u kap fort pas komfortit vetëm sepse të duket i sigurt. Është një ditë për të parë realitetin pa filtra dhe për të reaguar në kohë. Nëse e dëgjon intuitën, mund të shmangësh një situatë që mund të bëhej e ndërlikuar. Binjakët. Një informacion i papritur mund të vendosë përballë një vendimi që kërkon reagim të menjëhershëm dhe qartësi mendimi. Një situatë që dukej e zakonshme mund të marrë një kthesë që ndryshon mënyrën si e sheh. Në punë, një ide e shpejt mund të japë një avantazh nëse e kap momentin pa hezitim. Në marrëdhënie, një bisedë mund të zbulojë një kuptim që nuk është thënë drejt për drejt. Mos e nënvlerëso atë që dëgjon. Është një ditë për të qenë i vëmendshëm dhe për të reaguar me inteligjencë. Nëse arrin të lidhësh detajet në kohë, mund të marrësh një vendim që të çon në një drejtim më të mirë. Gaforja. Një valë emocionale mund të kapë papritur dhe të vendosë përballë një situate që kërkon sinqeritet të plotë. Një ndjesi që ke shtypur mund të dalë në sipërfaqe dhe të kërkojë vëmendje. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë më shumë ndjeshmëri se sa logjik. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të tregojë qartë atë që ke shmangur të pranosh. Mos e fsheh atë që ndjen. Është një ditë për të qenë i hapur dhe për të reaguar me zemër. Nëse e përballon këtë moment pa frikë, mund të krijosh një ndryshim që do të ndikojë në mënyrë të thellë në jetën tënde. Luani. Një situatë që kërkon vëmendje mund të vendosë papritur në një rol më të madh nga sa kishe menduar dhe kjo do të kërkojë reagim të shpejtë. Një moment i vetëm mund të japë mundësinë të tregosh forcën tënde nëse nuk heziton. Në punë, një zhvillim i papritur mund të japë një shans për të dalë përpara të tjerëve. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të ndryshojë mënyrën si të shohin. Mos e nënvlerëso këtë moment. Është një ditë për të marrë iniciativë dhe për të vepruar me besim të plotë. Nëse arrin të qëndrosh i fortë dhe i qartë në atë që do, mund të kthesh një situatë të papritur në një fitore të rëndësishme. Virgjëresha. Një detaj që të tjerët mund ta shpërfillin mund të bëhet çelësi për të kuptuar një situatë që ka qenë e paqartë për ty. Një moment i vogël mund të japë një përgjigje që ke kërkuar prej kohësh në heshtje. Në punë, një analizë e saktë mund të ndihmojë të shmangësh një gabim që do të kishte pasoja më të mëdha. Në marrëdhënie, një ndryshim i vogël në sjelljen e dikujt mund të zbulojë më shumë se sa fjalët. Mos e injoro atë që sheh. Është një ditë për të qenë i përqendruar dhe për të lidhur detajet me kujdes. Nëse arrin të kuptosh atë që fshihet pas sipërfaqes, mund të marrësh një vendim që të çon drejt një drejtimi më të sigurt. Peshorja.
Një situatë që ke mbajtur në balans mund të prishet nga një moment i papritur dhe do të kërkojë një reagim të menjëhershëm. Një zgjedhje që ke shtyrë mund të rikthehet me forcë dhe këtë herë nuk do të mund ta shmangësh. Në punë, një vendim mund të ndikojë drejt për drejt në mënyrën si të tjerët të shohin dhe kjo kërkon qartësi. Në marrëdhënie, një bisedë mund të të detyrojë të thuash atë që ke mbajtur brenda për një kohë të gjatë. Mos u përpiq të ruash një paqe të rreme. Është një ditë për të qenë drejt për drejt dhe për të vendosur kufi. Nëse vepron me vendosmëri, mund të rikthesh kontrollin në një situatë që po bëhet e paqëndrueshme. Akrepi. Një e vërtetë që ka qenë e fshehur mund të dalë pa pritur në sipërfaqe dhe të vendosë përballë një reagimi që nuk mund ta shtysh më. Një ndjesi që e ke pasur prej kohësh mund të bëhet tani e qartë dhe të kërkojë një vendim të fortë. Në punë, një zhvillim i papritur mund të japë një avantazh nëse e kupton menjëherë. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person. Mos ki frikë nga ajo që zbulohet. Është një ditë për të përballuar realitetin dhe për të marrë kontrollin e situatës. Nëse vepron me qartësi dhe pa emocione të tepruara, mund të kthesh një situatë të ndërlikuar në favorin tënd. Shigjetari. Një moment i papritur mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që nuk e kishe planifikuar dhe kjo mund të hapë një drejtim të ri. Një situatë që dukej e zakonshme mund të fshejë një mundësi që kërkon reagim të menjëhershëm nga ana jote. Në punë, një ide spontane mund të japë një avantazh nëse e ndjek pa hezitim. Në marrëdhënie, një moment i thjeshtë mund të bëjë të kuptosh diçka që nuk e kishe parë më parë. Mos e shty vendimin nga pasiguria. Është një ditë për të vepruar me guxim dhe për të ndjekur instinktin. Nëse arrin të kapësh momentin e duhur, mund të krijosh një ndryshim që do të ndikojë pozitivisht në vazhdim. Britsjapi. Një përgjegjësi që merr papritur mund të vendosë përballë një vendimi që kërkon maturi dhe qartësi në çdo hap. Një situatë që dukej e qëndrueshme mund të ndryshojë nëse nuk merr drejtimin e duhur në kohë. Në punë, një zgjedhje e menduar mirë mund të japë stabilitet që do të ndihet edhe në ditët në vazhdim. Në marrëdhënie, një moment i qetë mund të zbulojë ndjenja që nuk janë shprehur më parë. Mos u ndikoni nga presioni i jashtëm. Është një ditë për të qëndruar i fokusuar dhe për të marrë vendime të qëndrueshme. Nëse vepron me qartësi dhe pa nxitim, mund të ndërtosh një bazë më të fortë për atë që vjen më pas. Ujori. Një ide e papritur mund të shtyjë drejt një vendimi që ndryshon mënyrën si e sheh një situatë që të ka shqetësuar. Një moment reflektimi mund të ndihmojë të kuptosh se është koha për të bërë një ndryshim të rëndësishëm. Në punë, një zgjedhje kreative mund të japë një avantazh që të tjerët nuk e kanë. Në marrëdhënie, një bisedë mund të hapë një këndvështrim të ri që nuk e kishe menduar më parë. Mos u kufizo nga mënyrat e vjetra të menduarit. Është një ditë për të qenë i hapur dhe për të marrë vendime që të çojnë përpara. Nëse beson tek ajo që mendon, mund të krijosh një ndryshim real. Peshqit. Një ndjesje e fortë mund të shtyjë drejt një vendimi që e ke shmangur prej kohësh dhe këtë herë nuk mund ta injorosh më. Një situatë që dukej e paqartë fillon të marrë formë dhe kërkon një përgjigje të sinqertë nga ana jote. Në punë, një zgjedhje mund të çojë drejt një rruge më të qartë nëse ndjek intuitën. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të bëjë të reflektosh për ndjenjat e tua të vërteta. Mos e shtyp atë që ndjen. Është një ditë për të qenë i hapur dhe për të marrë vendime që të afrojnë me atë që dëshiron. Nëse vepron me besim dhe qartësi, mund të krijosh një ndryshim të rëndësishëm. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos haro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën në fillimi nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.